Të hënën pritorët e autobusave nëpër Prishtinë ishin kryesisht të zbasta. Automjetet e transportit urban nuk lëvizin fare nëpër kryeqytet, e vendet e tyre i zun taksistet. Trafiku urban dhe kompanitë private nuk punuan të hënën për shkak të mospagesave, si pasojë e krizës buxhetore në Prishtinë. Në këtë situatë, më së shumti u dëmtuan ata që udhtojnë rregullisht me këto mjete. Ne udhtojmë secili në sens, pothuajse një shumicë e madhe. Jemi me transport publik dhe kjo e vërtetëson mjaft shumë, për shkak se e dim që ka edhe prej vendeve tjera që udhtojnë, e kjo është një problem goxha i madh me të vërtetë. Qytetarët ankohen se patën vështirësi të udhtojnë gjatë ditës. Kom prit në aeroport rrafsh një orë. Shumë keq janë kështu. Rrjedhimisht u desh të shpenzonin më shumë në taksi apo të shfrytëzonin taksit ilegal. Disa qytetarë fajsojnë udhëheqësit politik, ndërsa disa tjerë i mirëkuptojnë punëtorët. Ky përparim roma i ka fajt. Ky ka bu kontratë, tashtë shkoni qeverinë atje. Për shkolla, për studenta, për udhëtarë, për gjithë është negativ. Po nëse s'paguhen ata, vendimi arsyeshëm është. Sipas të dhënave, me transportin publik dhe privat në Prishtinë udhtojnë rreth 60.000 qytetarë.